Lagja e Gurores ishte ndalesa e radhës kandidates për Shqipërinë Europiane Diana Mile, ku banorët ngritën si shqetësim kryesor mungesën e infrastrukturës së rrugës kryesore dhe atyre të brendshme, por gjithashtu edhe mungesën e ndriçimit nëpër rrugë, për të cilat Mile premtoi zgjidhje. Shkoj një fëmijë tash aty në kokë. Po dhe tash shqiptarët që shkip në kavur. Po le të dimë. Timet kanë qenë nga më të ndryshme në vendin. Por do, kanë ndryshim këtu. Shikoj apo këtë filat, shikoj. Ka ndryshim fare. Dulishe, shikon ndonjë rrugë. Ka rrugë, jo të ketë me lulë. Drita të para se votu. Patjetër, edhe ndriçimi i parë, zona që është liunas, të paktën të bëjmë rrugët, aq sa që ka po gradeci pjesa tjetër. Kështu që unë në atë planin e infrastrukturës kam vetëm zonën liunas, për të bërë rrugët si fillim, së para, rrugët dhe ndriçimin, se edhe juve që jeni gratë dhe visni më popullare. Mile tha se zonat periferike kanë qenë të harruara prej vitesh nga të gjitha pushtetet, por ajo do të bëjë të mundur që tek këta banorë të kthehet shpresa dhe besimi tek bashkia se ajo vërtet mund të zgjidhë hallet dhe problemet e tyre.